Ndonse më 7 mars të këtij viti, Ministria e Shëndetësisë nënshkroi kontratë me parkingjet e qytetit për ndërtimin e parkingjeve të reja. Pacientët që frekuentojnë qendrën klinike Nën Tereza edhe më tutje vazhdojnë të përballen me vështirësi dhe mungesa të vend parkimeve. I pyetur nga televizioni Shenja për kaosin që krijohet në qendrën klinike, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu thotë se nuk ka qëndruar duar kryq dhe ka ofruar zgjidhje alternative deri në zgjidhjen e problemit të plotë. Në ndërkohë dini që në momentin e parë, në javën e parë si Ministri i Shëndetësisë, nënshkruam kontratë me një institucion privat që të mundet në ndërkohë të punësuarit të parkohen atje dhe deri sot, derisa flasim, 350 të punësuar parkohen ende në atë institucion privat. Paramendoni edhe ato të kishin parkuar tani në brenda, si do dukeshte klinika universitare Nën Tereza. Aliu megjithatë thotë se sipas kontratës së nënshkruar, parkingun e qendrës klinike për 15 vitet e ardhshme do ta menaxhojnë Ndërmarrja Publike Parkingjet e Qytetit dhe të njëjtit së shpejti pritet të fillojnë ndërtimin e parkingjeve në kate. Ai sqaroi se javën e ardhshme më së voni pritet të hapet procedura e tenderimit. Infrastruktura horizontale nënkupton senzorat, pasi që gjithë parkingu do t'jetë edhe i digitalizuar, ndërsa infrastruktura vertikale nënkupton edhe garazhet që do t'jenë në kate. Për atë shkak qytetit të Shkupit i duhet të hap 2 procedura paralele dhe sipas kryetarit të Shkupit që u dëgjova më tha që pas kalimit të buxhetit automatikisht puna e parë do të hap procedurën për këtë. Pas hapjes së procedurës, pas mbarimit administrativ, besoj që me një do të fillon me investimet në infrastrukturë, besoj që do të na kap tamam pjesa e verës edhe do të ketë edhe më pak presion nga pacientët. Kjo nuk është hera e parë që një ministër i Shëndetësisë paralajmëron evitimin e problemit me hapësirat parkuese në qendrën klinike. Të njëjtin premtim e kanë dhënë edhe të gjithë ministrat që në të njëjtën karrige ishin të ulur para Azir Aliut.